Përshëndetje dhe mirë se vini këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës me Noli Show, Noli TV. Dera ime dhe kënaqësia ime është që të kem njerëz të ftuar anë mban botës. Por sot do të kemi të ftuar një zonjë, një shembull i madh, si thuhet një fjalë popullore. Nga rrugtimi i saj, nga jeta e saj që është është sprovue, tashti është edhe një këshilltare. Shumë e fortë për t'i ndaluar këto gjërat narkotike. Pra, me neve këtu e kemi zonjën Arjeta Musliu, është psikologe klinike dhe themeluese e qendrës Rijeta në Kosovë. Një organizat që mirët me ndihmat të familje dhe individeve të prekura nga përdorimi i substancave narkotike. Ajo është e bërë një zonjë shumë, si thuhet një fjalë popullore e famshme, me humanizmin e saj dhe me punën e saj me këshillat e saj që nuk ka të ndalen. Kështu që kam nderin dhe kënaqësinë sot zonja Arjet, me të vërtet shembulli i popullit shqiptar, shembulli i nënave, shembulli i fëmijëve të ka krijuar Zoti që sot t'jesh një këshilltare shumë e mirë. Me të vërtet po ndihem shumë keq që do të flasim pak për rrugtimin e jetës së juaja, me ato sprovat e juaja, me humbjen e djalit të juaja, por Perëndia e ka shkruar aq sa mundet dhe të lënë për një krijesë. Mirë se ke ardhur në kënaqësia jonë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Mirësi u gjeta, faleminderit për mundësinë që ma keni dhënë, që përmes emisionit juaj të jem më afër jush, edhe pse na ndan një oqean i tërë. Dua të shfrytëzoj mundësinë të ju përcjelli përqafimet më të ngrohta gjithë komunitetit shqiptar që me trup veprojnë dhe jetojnë në Amerikën e largët, ndërsa me shpirt gjithmonë në vendlindjet e tyre. Duke u uruar shëndet të gjithëve, rahati, qetësi në familjet e tyre, kam kënaqësinë të ndaj disa minuta të jetës sime në shoqërimin dhe bashkëbisedimin me ju. Forca juaj edhe qëndrimshmëria juaj që je për njerëz sot, si tash edhe je një shembull. Me të vërtet tash edhe po ndihem shumë keq që dua të kthej pak. Si ka fillu rasti edhe sa je mundu, çfarë sakrifica ke bërë për fëmijën tënd në atë kohë? I nderuar Nazmi, mos ndjeni keqardhje sepse për 8 vite dhimbja apo mungesa fizike e djalit tim, që 8 vite nuk jeton më, mua më shoqëron në çdo sekond apo në çdo frymarrje time. Kështu që dua ta kaloj pak jo me njëherë me ato emocionet që na prekin thellësisht, po thjesht ato ditë datëlindja dhe dita kur ndahemi fizikisht nga kjo botë, tekun kanë kaluar në një ditë të zakontë, sepse kur ndjejmë dhimbje, kur na mungojnë të dashurit tanë, kur e kemi një pjesë të shpirtit bash, atëherë kjo dhimbje, kjo plag na shoqëron çdo ditë. Kështu që unë këtu falenderoj Zotin fillimisht që ka bërë të mundur të më jap forcë dhe durim për këto 8 vite, sepse ndër sprovat më të mëdha që mund goditet një prind është kur ai vazhdon të jetoj pa fëmijën e vet. Çdo individ në këtë botë vjen me një mision, jam e sigurt në këtë që po e them. Kështu që mendoj që edhe Zoti më ka caktuar, sepse vetëm Zoti në kalkulime është i pagabueshëm, më mori një dhuratë që më dhuroi për 19 vite, ndërsa vendosi nga prezenca fizike të ma marr para 8 viteve. Nuk ka përshkrim me fjalë se si ndjehet një nën kur i mungon bima e shpirtit, por gjithmonë ekziston një diçka që sado kudo freskon atë plag, freskon atë dhimbje, e ushqen, e ujit çdo ditë. Qendra Rijeta lindi nga një dhimbje, ndërsa u rrit me dashuri, me përkushtim dhe me punë, mbi të gjitha me shumë suksese. Dua ta them pa modesti se mira të rinj, fatkeqësisht numri është çdo ditë në rritje, mira të rinj më shohin si një nën të dytë,
më kam dhënë emra të ndryshëm dhe kur unë vë kokën time në jastëk, atëherë gjeja të paqen me veten edhe them Arjeta bëj një gjumë të qetë sepse ti sot si nën, si një psikologe, vaj nga vetja më të mirën edhe çdo të ri para vetës e trajtove dhe e ndjeve sikur djalin tënd. Kështu që kjo është formula e suksesit për 6 vite dhe vazhdojmë të punojmë, vazhdojmë të prekim, të trokasim në shumë dyer, fatkeqësisht që realiteti është i tillë, si në Kosovë, ashtu dhe në shtetet fqinje, gjithë Shqiptaria ku fryman, dhe po përpiqemi të bëjmë më të mirën për komunitetin tonë, në veçanti për pasurinë më të madhe që shteti jonë ka rinin tonë. Rrugtimi atyne kohnave me djalin, sa ka qenë e vështirë për juve që ta menaxhoni? Keni mundu ndoshta edhe ta ndaloni? Sa ka qenë e vështirë, ju lutem? Çdo prind e uron më të mirën për fëmijën e vet. Lajmi më i dhëmshëm, lajmi më i papranueshëm për çdo prind është kur ndëgjon dhe nuk e pranon se fëmia yt po helmon vetën. Bëhet fjalë për lëndët e ndryshme narkotike. E njëjta gjë ndodhi edhe me mua. Për shumë kohë doja ta besoja një gënjeshtër që mua po më duket. Gjanat që i shifsha, ndryshimet që janë të theksuar, ku do flasim më gjërësisht për identifikimin e një përdoruesit të randës narkotike, doja ti zaventësoja me moshën e adoleshencës, ndryshimin, formësimin e individit dhe ngushëlloja vetën se mua po më duket. Ndodhi e kundërta, kur një ditë, ku për mua ajo ditë më duket se e shembi botën për mua, kur djali im në formën më direkte kërkoi ndihmë, duke kërku falje për ato mos sinqeritetin, duke më kursyer këtë pjesë, edhe më tha mami më duhet ndihma jote sepse vetë nuk pja dalë. Ka qenë shumë e rëndë, po paralelisht mblodha forcën e gjithë botës, edhe e përqafova duke i zgjat dorën dhe duke i thënë mami ne doja dalim. E falenderova njëkohësisht që kërkoi ndihmë, që hapi zemrën, edhe filloi të rrëfej ato ditët e dhëmshme, ato ditët më të rënda, atë luftën që i kishte shpallur vetës, ndërsa disa betejë po i fitonte vetë, në disa ishte humbas. Qendra që kam hapur nuk është vetëm një arsye që dhimbja është shndruar në forcë, nuk ishte një projekt i vënë me një letër, po thjesht ishte një zë që më ndiqte çdo ditë për 2 vite derisa mora me vendimin për ta hapur qendrën, sepse një qendër e tillë më kishte munguar mua. Më kishte munguar si nën, më kishte munguar në aspektin profesional, më kishte munguar që një dorë të më zgjate dhe të më fshinte lotët, të paktën me një fjalë ngushëllimi që do të bëhet mirë. Për fatin jo të mirë, në Kosovë nuk kishte qendra të tilla, akoma nuk ka një qendër rehabilitimi, ku të vetmin peng e kam mbase të kishte një qendër rehabilitimi profesional, me një trajtim afatgjatë, të cilën e kam dëshirë edhe ëndërtimen që ta realizoj. Lutem këtu edhe kërkoj mbështetje sepse një qendër e tillë nuk realizohet vetë, por nuk është e pamundur të mos realizohet, edhe filluam të mendojmë dhe ku të kërkojmë ndihmë. Në momentin kur mora një lajm të tillë, atëherë humbi aftësia profesionale, humbi gjithçka, pos në sytë e mi shifja një djalë që aktualisht nuk ishte rritur mjaftueshëm, që aktualisht nuk e kishte shijuar jetën me të mirat që na rrethon, po një pakujdesi, një mungesë e informacionit, një rreth
sepse është vështirë sot të pranohesh në një rreth nëse nuk je konsumues i një lëndë narkotike, dhe e mendoj se ishte bërë vonë për të kërkuar ndihmë. Kërkova ndihmë hapur, nuk ekzistonte ajo stigma apo ai turpi, po e them kushtimisht, për të turpru. Përkundrazi unë vazhdoj të jem një nën krenare me djalin tim, me butësinë e tij, me edukatën që kishte, me respektin që kishte, po ja që kthetrat e drogave dulën më të forta se unë dhe se djali. E them këtë sepse ishte vonë kur ai kërkoi ndihmë dhe pas shumë përpjekjeve, pas shumë kërkimeve, ne dolëm humbës. Humbja është shëndru në një magji shumë, do më thënë një eksplodim i madh, që një këshillë e madhe tashtë për popullin tonë shqiptar. Po ndihem shumë i lumtur që ju keni ardhur edhe me këtë idejen shumë gjigante, me këtë qendrën rjeta, edhe vetë fjala rjeta, do me thonë e për trin jetën. Kështu, po shoh mbrapa juve keni mirënjohje, keni shumë mirënjohje prej gjithka. Ne kemi shikuar dhe kemi ulumtuar intervistat e juaja, bisedat e juaja janë shembull dhe janë këshilla për popullin tonë shqiptar, anë mban kudo që jetojnë në botë. Por një ta them, nuk është vetëm për Kosovën tonë, po është edhe në diasporën tonë. E thash edhe, do ta them prap, ne punojmë shumë, fëmijët e tanë i lanë vetë, unë kam fëmijë vetë, kam lanë vetë, kanë qëndru vetë shpe. Nuk e di se si të këshillohet ai fëmijë, se vetë sakrifica e punës këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës edhe kudo qoftë në diasporë, edhe që Zotit ka dhuru ty një dhurat për popullin tonë shqiptar që me i thonë, hej, ndalju, shiko fëmijën tanë banken. Na trego pak për qendrën e juaj edhe për këto mirënjohje, ju lutem. Pas 2 viteve ku më duhej një stabilitet thjesht, ku më duhej kohë për të mbledhur ato copat e vogla që ishin të shpërndara në çdo kënd ku e shifja vetë unë. Këtu falenderoj familjen time të ngushtë, falenderoj vajzën time, falenderoj gjithë miqtë e mi që më kanë qëndruar afër dhe më kanë motivuar që sot unë të jem këtu. Më deshën 2 vite që të përshpëris në përmendjen time çka do të ndodh me mua. Nuk më mjaftonte vetëm puna si infermiere dhe mendoja që Arjeta duhet të bësh diçka. Thjesht e ndjeja dhe një barë, një përgjegjësi, sepse derisa po kërkonim ndihmë në një institucion këtu në repartin e smundjeve të varësisë për 2 javë me djalin tim, atëherë ai u ndje mirë sepse ishte larg drogës për 2 javë. Edhe ma kërkoj me një fjalë, tha mami, po shoh se ti po komunikanta me stafin, i njeh ngjanat profesionale, po më ofron mbështetje pa kushte, pa kufi, po më mirë kupton, mbi të gjitha kjo. Kur ma tha po mirë kupton, edhe po shprehem lirshëm me ty, sepse ajo më e nevojshme është mos t'i gjykojmë apo mos drejtojmë gishtin me nofka të ndryshme ndaj një të riu që është përdorues i drogës. Edhe pa menduar shumë, unë i premtova atij se do bëj një diçka të mirë, edhe dëshira e madhe, atë shumë që e donte jetën, më tha, do jem unë shoqëruesi yt edhe do them që mund t'ja dalësh nga kjo rrugë e frikshme. Gjërat ndodhen si ndodhen, atëherë pas 2 viteve, me disa konsultime me disa miq të mi, e mendova të filloj një diçka, një qendër këshillimi, ku qendra fillimisht u emërua qendër këshillimi, duke marrë në konsiderat gjykimet, stigmat që i kemi ne, për të bisedu lirshëm. Nuk i frigohesha nevojës, sepse e dija në çfarë situatë është qyteti im, Kosova ime dhe shumë vende të tjera. Në këtë ide time, prapë po e them, ajo ishte një vendosmëri, nuk ishte vetëm një projekt në letër. E ndjeja atë zërin tim që zëri im do depërtoj në për shumë familje, do jem një shkëndi. Nëse asgjë më shumë nuk mund të bëj, unë do bashkëngjej me një në, se si është ta presësh me në të tëra fëmijën në shtëpi.
që të ballafaqohesh me situata të ndryshme, të shohësh ndryshimin e identitetit të atij personi ku si pasojë është konsumimi i lëndës narkotike. Dhe fillova të përgatitem gradualisht në heshtje. Këtë e them në heshtje, sepse nuk dua të krijoj zhurmë shumë, po dua që veprat flasin më shumë se sa unë. Kështu që u caktua një ambienti ku jemi këtu tani, edhe e përgatita veten që mbase 6 muaj nuk do ketë të interesuar, nuk do të trokas askush, po thjesht do vija i momenti. Uratat që më i banin miqtë e mi, mora një vendim, gjeta këtë ambient, edhe përderisa po tregoja me një kolege time në shtëpinë e shëndetit se ku kam rri, këtu gjithçka flet, çdo këngë, çdo fotografi ka një histori në vete, dhe i tregoja ku kam rri dhe po planifikoj të hapi. Një gazetare, një televizioni lokal kishte ndëgju bisedën dhe po më pyet, a mund të informohem më shumë se çka po ndodh? Edhe po i tregoj, kështu, të nesër po më kontakton, edhe thjesht u bë aq mediatike qendra, kështu që më obligoj që unë të vazhdoj te kryetari i komunës edhe ta informoj që po ndodh një diçka e re në qytetin tonë. U mirëprit jashtëzakonisht shumë, bëm një hapje zyrtare, po prap ajo ndrojtja ishte. Në ditën e parë, më kujtohet edhe më përcjell një zëj, një nënë, që më kontaktoi, edhe alo, apo flas me Arjetën, thash po urnoni, nënë nderuar, o tha edhe nëse nuk shoh asnjëherë, tha vetëm zonin që ta ndëgjova, ta më liru brenga ime, sepse do unë jam në hallin tënd sikur ju. Ishte mesazhi dhe forca më e madhe që unë do vazhdoja tutje. Pastaj bëm një hapje zyrtare, kishte të pranishëm, kishte prej shumë institucioneve, dhe atë ditë, duke bërë përgatitjet, po ngjeja edhe një obligim tjetër. Ishin disa momente të papërshkruar gëzimi, sepse unë po jetësoja një dëshirë të përbashkët me djalin tim, edhe ai më kishte lënë një fletore të përgjys, të cilën gjysmën e kishte shkruar ai, ndërsa gjysmën ma kishte lënë mua. Pasikjes ti fizike në atë fletore nuk gjeja fjalë, pos dhimbjes mungesës së tij fizike. Edhe atë mëngjes kur u bë hapja e qendrës, atë ditë më erdhi ajo dëshira e madhe për t'i dhënë lajmin atij si engjëll lart në qiell, që unë nëna jote sot po realizoj një qendër që e kishim dëshirë të përbashkët, dhe aty u betova që do jap më të mirën, maksimumin, dhe do më ndihmoj shokët dhe shoqet e tij. Wow. Kjo është një fenomen që i rrallë që ndodh, edhe thash edhe më herët që janë do gjëra që Zoti i krijon edhe i sprovon, por edhe lën diçka një mrekulli. Kështu që kisha pas dëshirë në këtë qendrën e juaj, adresa ku është, edhe na tregoni pak se çfarë ofronin këtë qendër. Sa njerëz, sa vizitor keni dhe sa ndahen të kënaqur. Për nasin e di që është fenomen që me ndëgju rrëfime dhe këshillat janë të forta të juaja, kështu që ju lutem na tregoni. Atëherë qendra gjendet në qytetin e Ferizajt, këtu ku jetoj unë. Nuk është e vështirë për ta gjetë. Punën tonë që zhvillojmë përmes terminave, sepse nuk është si një vizitë mjekësore që duhet ta takosh doktorin për 10-15 minuta dhe të shkruhet një recetë. Vullnetin e të rinjve e kemi çdo ditë më shumë, më gëzon fakti që ata kërkojnë ndihmë në formë vullnetare. Po kemi edhe familje të shqetësuara që kanë dyshime, shohin ndryshime në sjelljet e fëmijët e tyre dhe kërkojnë ndihmë. Fillimisht fillojmë me një konsult, pastaj bëjmë takime edhe me prindërit, edhe me përdoruesit. Takimet tona apo seancat psikologjike, të cilat i realizojmë në formë individuale dhe grupore, i mbajmë zakonisht një herë në javë, apo maksimumi në 2 ditë. Pjesë e trajtimit është edhe marrja e analizës laboratorike, ku ne kemi dëshirë ta besojmë çdo fjalë që thuhet nga
përdoruesi apo ish përdoruesi, por ajo na jep atë sigurinë sepse a vazhdon të konsumojë, a është abstenues apo jo. Po krijohet një relacion shumë i mirë, profesional. Çdo ditë më shumë kemi suksese. E thash edhe më herët që urimi ka qenë të shpëtojmë një jetë, ndërsa unë këtë e them pa modesti që kemi kaluar shifrën e mbi 100 të rinjeve që i kanë thënë jo drogës. Mbi 5 vite. Wow. Sinqerisht, ndërsa ndihmë kanë kërkuar mbi 5.000 përdorues, nuk janë vetëm të qytetit tim, janë nga gjitha qytetet dhe fshatrat e Republikës së Kosovës, kemi nga Maqedonia, kemi nga Presheva Bujanovci, kemi nga Shqipëria, njëkohësisht kemi edhe nga diaspora, që pa hezitim marrin mundin nga Zvicra, Austria, Gjermania. Kam pas edhe 2 raste nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që përmes bisedave online që kemi pasur, ai ka tregu, ka kriju një besim personi në fjalë dhe ka marrë rrugën, ka qëndru sa është dasht këto, edhe është kthy duke lënë gjitha ato gjana që nuk i ka dashur ta shoqërojnë në jetën e tyre. Kemi të rinj dhe të reja që kanë vazhduar të realizojnë ëndrat e tyre, studimet e tyre. Kemi ato të dashurat që e kanë dashur personin me shpirt, i kanë ndihmu dhe ata kanë kurorzu dashurinë e tyre me martesë. Kam edhe nga ata që si fryti një dashurie edhe mbështetjes që është dhënë, ata janë beku edhe me fëmijë të vegjël dhe mi sjellën në qendër. Kemi histori të ndryshme, shifër që nuk është për t'u krenu, sa kemi përdorues, ku mbi 5.000 kanë kërku ndihmë, por kur e mendojmë suksesin edhe rrugtimin tonë së bashku, me të vërtet nuk ka shprehje apo nuk ka ndonjë fjali që mund të ta përshkruaj emocionin apo ata që bashkë ndjej me ato familje që kthehet buzëqeshja, që në familjet e tyre mbretëron harmonia, dashuria, vlerësimi dhe realizimet e qëllimeve të tyre në jetë. Atëherë kam një pyetje për juve, t'ju pyesa, do t'ju them kështu, që a keni menduar ndonjëherë që këto bisedat të shndrohen edhe në gjuhën angleze? Që t'jesh një shembull jo vetëm për shqiptarët e tonë, po t'jesh një shembull për tërë botën, se kjo është një gjë që me të vërtet ndihmon njerëzve, ndihmon moshave të reja, ndihmon familjarëve. Kështu që t'ishte qenë shumë mirë t'jetë një ide ose me shkrim ose me komunikim me përkthyes që t'ju ndihmojsh edhe tan botës. Nderuar, unë jo rastësisht e them që kjo qendër përderisa është krijuar, ka lindur nga një dhimbje dhe përkushtimi maksimal është mrekullitë dhe të mirat vijnë çdo ditë. Ka ndodhur që kam mbajtur seancë në gjuhën bosnjake, jam njohse e gjuhës. Ka ndodhur që kam mbajt seanca i kam ndihmuar personave në gjuhën turke, e flas rrjedhshëm. Me gjuhën angleze ndoshta mungesa e komunikimit po ndjej se jam pak e mangët, po çkado që mendohet apo propozohet nga një individ, unë i qëndroj mrapa atij propozimi, gjithmonë me qëllimin që të bëjmë më të mirën edhe t'jemi sa më afër atyre personave që kanë nevojë. Thjesht po shifëm si një shpresë në shumë familje, thjesht jam prezente në shumë familje, kur falenderohem Zoti edhe ti, keni sjell mrekullinë dhe keni heqë brengën e familjes tonë, besojeni që e vlerësoj veten si personin më të pastër në shpirt në gjithë botën. Atëherë, sa keni suportin prej qeverisë të Kosovës? Unë sot kisha një takim me kryetarin e komunës dhe nuk dua as ta mendoj si ide që një qendra Rijeta, një qendër që emri i saj thot shumë, të rilindësh, të rijetosh, të kthesh veten aty ku ke qenë, nuk është një gjë e vogël, ndërsa vështirësitë që po përballem unë në aspektin e mbështetjes institucionale është në ato shifrat minimale. Jam mbështetur nga presidentja e Kosovës,
nga kabineti i presidencës që këto 2 vitet e fundit kanë qenë vitet më të lehta në aspektin financiar, kur e them më të lehta për t'i mbuluar shpenzimet bazike, ku këtu hyn qeraja dhe shpenzimet tona, ndërsa muaji nëntor çdo vit ka qenë një muaj me shumë angazhime, ku unë kam shpallur si muaj i parandalimit rreth dukurive negative, sepse nuk duhet folur vetëm për drogën, është vigjozi, është prostitucioni, është alkooli, që është një zinxhir mbase i pashkputur, ku ballafaqohet individi, ndërsa më vjen keq që ky muaj i nëntor, më ka gjetur me një pasivitet, duke bërë krahasimet me vitet e tjera. Kështu që unë mezi po ja dal me i mbulu shpenzimet, sepse qendra në fjalë nuk është një qendër fitimprurse, nuk është një qendër që unë e kam hapur për me u pasunu, po thjesht e kam aq të vështirë, ku kam takuar të gjitha subjektet, partitë politike. Kam hapur derën për çdo individ për të na vizituar edhe për të pa nga afër punën që po e bëj. Por pas premtimeve që kanë ndodhur, nuk kam pas një diçka konkrete. Përveç se qendrën që e kam realizu vetë, e thash që dëshira ime dhe nevoja, domosdoshmëria për shtetin tonë është realizimi një qendër rehabilitimi, ku qytetarët e Kosovës duhet të kërkojnë ndihmë jashtë shtetit të Kosovës, si në Turqi, në Maqedoni, gjithandej, ndërsa neve na duhet një qendër e tillë, ku projekti është i gatshëm për 6 vite, ndërsa nuk është bërë asnjë hap konkret apo të tregohet ndonjë gatishmëri për të realizuar. Nuk është një kosto që është e paarritshme, po thjesht mungon vullneti, që këtu unë nuk dua të bëj krahasim apo të marr shembuj, lutem që sa më pak të ketë të prekur apo familje me një shqetësim të tillë, por droga është e pamërshirshme, droga nuk zgjedh kategori, nuk troket vetëm në dyert e pasanikëve, nuk bën dallim a është politikan, a është institucion, a është i fshatit, a është i qytetit, fatkeqësisht po e them këtë, ndërsa nuk po bëhet mjaftueshëm atë sa kemi nevojë. Nuk është se kam heshtur, po deri më tani nuk e kam as minimalen e nevojës së mbështetjes që i duhet. Të zgjerohemi si staf, të zgjerohemi me shërbimet e tona, pa i pasur këto fonde është e kotë. Unë nuk kursej vetëm, nga ora 10 deri në orët e vona të darkës jam këtu, por nuk është e mjaftueshme sepse kërkon investim, kërkon shpenzim në bazë të nevojave edhe atij faktit që na gëzon që një i ri po kërkon ndihmë. Edhe ne ta mbyllim qendrën, po dash Zoti nuk vim deri në këtë pikë, por unë çdo ditë po e kam më të vështirë funksionimin në qendrën Rijeka. Atëherë, kam një pyetje. A të kanë marrë ndonjë institucion televiziv që t'jesh në një rubrik ose javore ose mujore për këshillat e këtyne substancave që t'jesh një këshilltare edhe nëpërmes ekranit që njerëzit të suportojnë. Unë kisha lutur të gjithë shqiptar-amerikanët anë mban ku janë shqiptar që ndëgjojnë që sado qoftë kur ndëgjojnë këto gjëra që sado qoftë le të i suportojnë edhe të i mbështesin. Kështu që njerëzit që dojnë të mbështesin, ku të drejtohen, në çfarë adrese dhe ku? Ne kemi faqen zyrtare të qendrës Rijeka, të cilën ne menaxhoj prapun, edhe kemi xhirologarinë e qendrës Rijeka, ku gjithçka është transparente. Unë këtu dua të shfrytëzoj mundësinë t'i falenderoj ata njerëz vullnet mirë, sidomos diasporën, kur kanë ardhur kalojnë kohën e pushimeve në Kosovë, vetëm pse janë duk nëpër media dhe kanë dëgjuar për punën që po e bëj, ata me vullnetin si një shenjë falenderimi kanë ardhur me mundësitë e tyre me një zarf të bardhë duke më falendëruar. Por kjo nuk është e mjaftueshme, pa pasur diçka rrjedhse, pa pasur një fond tonin, kështu që mundësitë janë, gjithçka është transparente përmes numrit të xhirologarisë tonë dhe programit tonë edhe shërbimeve që i ofron qendra Rijeka. Atëherë, sot ne patëm një bisedë me ju rreth rrugtimit të juaj të jetës me prova dhe me sprova dhe arritja ku keni ardhur dhe ku jeni sot. Unë kisha dashur në vijem, nëse ka mundësi, nga ky televizion i jonë këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës, sado qoftë të kem juve ndonjëherë për një këshill, ku do të bisedojmë se si të largohen nga këto mjetet, këto substancat e narkotike.
Kështu që do të jetë shembull dhe besoj që njerëzit do të janë të interesuar, të ju ndihmojnë, besa edhe është kënaqësi që ju suportojnë, të ju kontaktojnë me këshillat e juaja, me punët e juaja, kuptohet se ju keni edhe ato gjëra që mund të jenë edhe atje sa të qoftë këshilla edhe nëpërmes ekranit, nëpërmes telefonit është okay, por ndryshe kur është live atje të drejtohen njerëzit. Unë për veten nuk kam ndëgjuar ende në jetën time që është një person ka dalë dhe këshillon kështu. Kështu që me të vërtet jam shumë i lumtur që sot unë ty të kam në misionin tonë. Kështu që kisha pasur dëshirë pak për fond, planet, projektet e juaja, si po zhvillohen tani për tani? Zakonisht ne punën tonë e bëjmë përmes terminave. Ju japim prioritet atyre individëve që ndizet një shkëndi, edhe është mëkat mendoj nëse një i ri apo i re ka shpreh dëshirë të vi të na vizitoj, ne të izgjasim terminin edhe t'i themi do vish pas një jave. Atëre kemi humbur një mundësi për ta ndihmuar një të ri. Paralelisht me përdoruesit e lëndëve narkotike, këtu një numër i madh edhe i vajzave janë përdoruese, edhe familja është në gjendje jo të mirë emocionale. Edhe mungesa e një psikoedukimi, se asnjë prind nuk kursen vetëm për t'i qëndruar afër, po mbase është një çështje jo e duhur, të mos them e gabuar, që t'i qëndroj afër. Shprehja e dashurisë, dhënia e dashurisë në raport prind-fëmijë na mungon si shoqëri. Dashuria nuk kërkon kosto. Një përqafim nuk kërkon kosto. Maturia është ai mekanizmi bazik për t'i qëndruar afër individit. Përmes këshillimit se si t'i qasemi problemit, them që paralelisht ne punojmë edhe me përdoruesin edhe me familjen. Pastaj, nëse ndodh një periudhë 3 apo 4 mujore edhe vim të ai hapi i parë, t'i themi drogës jo, neve na duhet një kohë goxha e gjatë, një investim shumë i madh që ai person të bëj dallimin e të mirës jetës me drogë dhe jetës pa drogë. Sepse droga nuk lihet me hatër, pavarësisht që ndjejnë keqardhjen ndaj familjes, ndaj persona të vetë afërt, në momentin që ata dinë të thonë jo drogës, atëherë ne kemi bërë hapin e parë të suksesit. Kështu që pas një periudhe jo shumë të gjatë, atëherë krijohet një padurim, mbase ta them. Kështu që më shumë ndoshta duhet përkushtimi me prindërit se sa me përdoruesin. Unë këtu falenderoj sinqeritetin e gjithë atyre viktimave të drogës. Unë këtu dua të bëj lutje që nuk është turp të kërkosh ndihmë. Kërkoj nga gjithë prindërit që mos t'i vlerësojnë fëmijët e tyre në bazë të gabimeve që kanë bërë, po të përpiqen përmes prezencës së tyre në formë më të butë të mundshme, jo të luajnë rolin e një gjyqtari, po të jenë ajo ombrella më e sigurt përmes dashurisë. Përmes dashurisë, sepse një dorë e zgjatur, edhe nëse pranë personi që ka nevojë, vetëm prezenca jonë, edhe nuk je vetëm, besojeni që ngjall dëshirën më të madhe edhe ngjen sigurinë, sepse sytë e çdo përdoruesi kërkojnë ndihmë. Po ata nuk e dinë se në çfarë forme të kërkojnë ndihmë. Kështu që jemi ata ne që duhet t'i mbështesim edhe të bëjmë më të mirën që të rrugtojmë bashkë, sepse droga nuk lihet me një takim, me 2 takime. Kemi rrëshqitje gjatë këtij rrugtimi, po bashkërisht duke mos i lëshuar dorën këtyre personave, pra po e them të pafajshëm, unë ndjehem me fat që kaloj ditën me ata persona të sinqertë që shpirti i tyre, mbretësia e tyre, mbase është më e pastër, më e sinqertë se shumë jashtë këtij objekti që i takojnë shumë persona të tjerë. Atëherë, ka momenti na ka dërgu një zonjë, një mesazh. Përshëndetje nderuara Anjeta. Sot publikisht duhet të jap një lajm të bukur. Duke vërejtur për kushtimin, angazhimin dhe forcën që po e bën për të ruajtur rinin që mos të hynë në substanca narkotike dhe me një fjalë piruan nënat
e këtyre fëmijëve që mos të përjetojnë dhimbje, si dikur e keni përjetuar edhe ju, kam vendosur të shkruaj një libër, por nënkuptohet që ai libër duhet të jetë edhe ndihma juaj, sepse ka shumë gjëra që mund të jenë një model i mirë për shumë gjenerata të tjera, po sidomos edhe për nënat, që çka do ndodh në këtë jetë duhet të pajtohesh, të ngrihesh në këmbë dhe të vazhdosh. Mendoj që do jetë një model i bukur edhe për shumë gjeneratat që do jenë pas neve. Me ndihmën e juaj dhe të Zotit, shpresoj që ky projekt do të realizohet dhe do jetë një libër shumë i lexuar. Ju përshëndes dhe ju falenderoj që ma dhatë mundësien t'ja shprehi surprizën ndër zonjës Arjeta Musliu. Si e mendoni këta? Rallë herë ngelëm pa fjalë. Me të vërtet, unë sot jam emocionu, por leqa jam emocionu, por edhe ju jeni një shembull tash i shqiptarisë tonë. Kështu që tash edhe do të them prap, her pas herë do të kem dhe do të bisedojmë edhe do të mundohemi në përmes ekranit tonë, sa do këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të gjejmë kohë edhe sa të qoftë të flasim për një mbrojtje shumë të mirë për fëmijët tanë, sidomos që tash edhe në perëndim. Kështu që unë nuk dija më çka të flas, jam shtangë. Kështu që të përgëzoj edhe të dhash Zoti me atë vajzën të bëhet një familje bukur, si që unë kam qenë ideali vetëm, por jam bo me shumë fëmijë, edhe ajo të bëhet një nanë me shumë fëmijë që edhe ti të gëzosh, e t'jesh një zonje lumtur, edhe t'jesh një zonje harreshëm, por këtë punë ta trashëgojsh edhe këtë ndihmën jo vetëm te vajza jote, po edhe te fëmijët, te mbesat, te nipat, se shpejt do të bëhet kjo punë. Falemnderuese mi njose pa fund, veçanti falemderit për befasinë e bërë. Unë sot kam ditëlindjen dhe mund të them që mora dhuratën më të mirë, më të çmuar nga mikja ime Afërdita. Sa i përket librit, ma kanë rekomanduar shumë persona. Ma kanë thënë që ta shkruaj vetë, po për kushtimin ndaj një libri për të nxjerrë më të mirën do punë, don kohë, ndërsa unë jam pak sa e kufizuar. Unë merrem me shkrime motivuese çdo mëngjes, po për ta marrë guximin për të shkruar një libër nuk e kisha mendu se do isha e gatshme. Sot pas një viti nuk e di kur. Është dhurata më e mirë që më është bërë. I dëshiroj lehtësi mikës time Afërdita. I premtoj se do gjej kohë që të nxjerrë më të mirën nga unë për librin që ajo pas ka vendosur ta shkruaj, dhe duke shpresuar që çdo lexues do gjej veten aty, do gjej sado forcë ndaj zhurmave që na sjell jeta, edhe befasive që na sjell jeta, sepse çdo gjë që të godet jo gjithmonë të rrezon. Po edhe nëse të rrezon, unë mendoj se kur ngrihesh më i fortë se asnjëherë. Kërkesës juaj i bashkangjitëm me kënaqësinë më të madhe për të qenë afër familjeve tona me shqetësime, me probleme të ndryshme. Urimin për vajzën time që më bët, i çmoj këto fjalë shumë. Unë jam e bekuar me vajzën time, me Rolindën. Është motivi, është thelbi i ekzistencës time, dhe dashuria e qiltërësia saj nuk më bëjnë ndarësohem asnjëherë. Juve si staf, ju uroj fillimisht shëndet, paqe, harmoni në familjet e juaja, edhe mirënjohëse pa fund që më bët të mundur që unë të jem prezente në formën që e realizuam sot, në familjet shqiptare që jetojnë jashtë vend lindjeve të tyre. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi e jonja me të vërtet me këto emocione, po në fund ja dalim. Kështu që
ndera dhe knatësia është e jonja që të kemi juve prezent si një shembull, një zonë që sa do qoftë për të këshilluar fëmijët e tanë. Kështu që mirë mbeqi deri në emisionet e radhës me Noli Show, Noli TV këtu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç thash edhe më herët zonja Arjeta me Musliu është një psikologe klinike me të vërtet një zonë që ka pas disa sprova, por në fund ja ka dalën edhe me klinikën e saj që sot ajo është në Rjeta. Kështu mirë mbeqi.